qendër makro nacionales. Sa përqind aktualisht në momentin që po flasim konsumit të rëndësishëm ditor të energjisë elektrike është duke importu edhe sa po na kushton kjo? Për informatat e sakta, më duhet ju referoj tek kosti, sa i përket sasisë së importit të përgjithshëm, ndërsa për kosto tek Kesko dhe eventualisht ketë si përhumbje që i realizojnë këto. Spari dua të filloj me një falënderim të pafund për punonjësit dhe menaxhmentin e termocentraleve tona për një punë me vetë mohim për gjatë gjithë fundjavës që ka mundësuar rikthimin e bloqeve B1 dhe A5 dje dhe sot herët në mëngjes. Me këtë rast dua të adresoj edhe disa dezinformata që kanë qarkulluar gjatë ditëve të fundit, që nuk ka pasur asnjë moment kur Keku ka prodhuar 0 megavator, ose që Kosova në ndonjë moment ka qenë në kolaps energjetik siç është raportuar nga disa. Keku ka filluar përgatitjen e dokumentacionit të tenderit për rehabilitim të thellë të njësisë A3 dhe për këtë si qeveri kemi kërkuar mbështetjen e teknike nga USAID dhe kemi qenë shumë me fat që ata kanë ofruar asistencë teknike për përgatitjen e dokumentacionit të tenderit. Unë personalisht nuk e kam parë dosjen e tenderit, por nga KEK më njoftojnë se dokumentacioni tenderi i shpallur nga KEK është i hapur, konkurrues dhe jo diskriminues në përputhje të plotë me ligjin për prokurim publik dhe standardet ndërkombëtare. Dhe se pjesë e këtij procesi janë edhe kriteret e qarta të performancës e transparenca për pjesëmarrje, por për këtë do të deklarohet vetë Keku si bartës i kësaj procedure konkurruese. Për më tepër dëgjova që sot në konferencë për medje pas ka pasur deklarata se KEK pret që në tender të ketë 6 ofertues. Këtë gjë unë e dëgjova për herë të parë dhe nuk e di nëse kjo është e saktë. Në pyetjen time ndaj Kekut, përgjigjja e tyre ishte kjo. Procesi i prokurimit për rehabilitimin dhe modernizimin e njësisë A3 është i menaxhuar përmes platformës zyrtare të e-prokurimit, e cila nuk lejon çastjen e informacion mbi numrin e ofertuesve deri në momentin e hapjes zyrtare të ofertave. Prandaj çdo deklaratë publike se janë 6 operatorë ekonomik që kanë ofertuar, në këtë fazë jo vetëm që është teknikisht e pamundur për të verifikuar, por përbën shkelje të parimeve të konfidencialitetit, konkurrencës së ndershme dhe integritetit të procesit të prokurimit publik. Ministria e Ekonomisë kërkon llogari nga deklaruesja për burimin e kësaj informate dhe fton organet përkatëse që të verifikojnë nëse ka pasur ndonjë rrjedhje të dhënave apo çastje të paautorizuar në sistemin elektronik të prokurimit.